Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim në YouTube. Sot do të flasim për mrekullin që bën uji i orizit për flokët, gjithashtu edhe për lëkurën, sidomos për lëkurën e fytyrës. Në fakt, unë për shumë vite i kam mbajtur flokët e gjata dhe për shumë vite flokët i kam mbajtur në ngjyrë të zezë, faktikisht të errët dhe çokoladë. Por natyrale janë bjonde. Kështu që bjonde kaçurele, më desh që t'i ktheja përsëri pra nga shumë vite në ngjyrë të zezë, më duhej që t'i ktheja në bjonde përsëri, doli dhe moda, por u mërzita faktikisht me flokë të errta dhe thash që t'i kthej bjonde. Kështu që më duhet të rifilloj dhe një herë kurën me ujin e orizit dhe kështu që doja që ta ndaja dhe me ju që çfarë mrekullie bën. Unë për shumë vite e kam përdorur dhe ka dhënë një rezultat të shkëlqyer, pra uji i orizit është magji për mua dhe dua t'ju ndihmoj dhe juve pse jo ta përdorni. Unë në fakt nga momenti që kam kthyer flokët nga të zeza në bjonde, më desh që edhe t'i prisja dhe faktikisht kam prerë pak karre të shkurtra deri këtu tek supet. Kështu që vendosa që të bëj kurën përsëri me ujin e orizit, pra me mrekullin bërse. Dhe do t'ja tregoj dhe ju procedurën që unë bëj shpesh, pra tani faktikisht kam diku tek një javë që e kam filluar dhe bën një mrekulli, pra floku goxha ka filluar pra të eci. Dua t'ju them që çfarë bën uji i orizit, çfarë mrekullie bën. Në lëkurën e fytyrës është numër 1 për rrudha. Jep një shkëlqim lëkurës së fytyrës dhe parandalon rrudhat, parandalon, më falni, tinjat, është numër 1 për parandalimin e tinjave. Jo që do t'ju hiqin ato që kanë dalë, absolutisht, tinjat që kanë dalë. Ndërsa bën një shkëlqim për shumë për flokun, i jep një shkëlqim jashtëzakonisht në ngjyrë kashmiri, një floku duket si fijari, është për të gjithë llojet e flokut faktikisht, plus që e ushqen, pra rritet shpejt, jep një shkëlqim shumë të bukur, por edhe do t'ju ndihmoj shumë që mos përdorni maskë flokësh, pra për ju që e keni bezdi ose nuk është se përdorni shpesh maska flokësh, nëse përdorni ujin e orizit do të shikoni që është një mrekulli bërës, pra. Floku është jashtëzakonisht shumë i butë. Do t'ja tregoj dhe juve procedurën se si bëhet pra uji i orizit, se si mund ta aplikoni atë në flok dhe se sa mund ta bani. Atëherë, unë këtu kam gjysmë gote me oriz. Pra, gjysmë gote orizi do t'i hidhni një gotë ujë në fakt. Nëse do bëni një gotë oriz, do t'i hidhni 2 gota ujë. Orizin, pra, do ta marrim dhe do ta lajmë. Siç e dini të gjithë blogerët që bëjnë video me ujin e orizit, pra duhet shikoni video që e lajnë orizin shumë mirë. Atëherë kam denën këtu, pra që e kam mbushur, këtu është një gotë ujë, kam bërë gati. Për t'ju treguar, pra do hedhim orizin, do ta lajmë. Unë në fakt e bëj me oriz edhe të zier, për shembull që e ziej pak, nuk është e nevojshme që ta zieni shumë orizin, mund ta zieni pak orizin, mund t'i merrni ujin dhe orizin nuk është e nevojshme, nuk duhet që ta hidhni faktikisht, mos bëni gabim që ta hidhni, thoni që ku do ta çoj, absolutisht orizin duhet ta gatuani. Ta bëni pilaf, ashtu siç e bëj dhe unë, pra, siç është orizi, në momentin që orizit ja hiqni ujin, hidhni ujë po të nxehtë, pra do t'i hidhni po një gotë ujë, pra nëse keni gjysmë gote oriz gjithmonë, do t'i bëni me matë. Nëse keni një gotë oriz, do t'i hidhni 2 gota ujë të nxehta në enën ose tenxherën që ju keni zier orizin dhe do përdorni galina blanca. Unë në fakt e kam bërë me lëng perimesh, orizin që unë ujin e kam marrë për flokët, dhe kështu që i hedh pak vaj ulliri tek tenxherja, tek ena gatimi që u gatuani që bëni orizit, që zjeni orizit, do t'i hedhni pak vaj ulliri dhe galina blanca, ose me perime, ose me lëngun e pulës.
Atëherë, për t'ju treguar orizin, do ta hedhim, këtu kam hedhur pra një gotë ujë, edhi për ta larë, ose mund ta lani mirë dhe në çesme, pra. Mund ta lani mirë dhe do ta kulloj më pas. Do t'i hiqen pak ato mbeturina, pra sipër e sipër, do ta kulloj që t'i hiqi pak ai uji i larësit, dhe do ta vendosim ose në tenxhere, pra kur ta zjeni, ose do ta vendosni pra në një vazo ose kavanos, ose gotë me kapak, dhe do ta mbani dhe do të mbushni. Do të shkojta deri dhe uji dhe do të mbushni pra një sprej, pra është një sprej, është ose ai bazaksi që është për te kaza, pra për xhamat, është shumë i mirë që ta përdorni, pra përdorni një sprucator, ose ai që është për flokët, pra një sprucator, nga rrënja deri tek maja do ta spërkasni flokun, do ta mbani rreth gjysmë ore ose deri tek një orë. Nëse doni mund ta mbani dhe gjithë natën nëse përdorni darkë, dhe mund ta lani kokën pra si zakonisht. Pas larjes mirë të orizit, unë e hodha pra tek kjo gota këtu, dhe ju mund ta hidhni në një gotë si kjo, nëse nuk keni mund ta hidhni dhe në kavanos ose në gota që ju keni qelçi, pra, por që të jenë me kapak gjithmonë. Sepse ju duhet, pra, për afërsisht deri në 5 ditë mund të përdoret, pra, kjo gota këtu. Atëherë, mbas larjes, do ju tregoj të dyja procedurat, edhe të zjerjes, edhe të larjes orizit. Mbas larjes orizit, do ta vendosim te kjo gota dhe do ta mbani pra rreth, unë e kam lënë tek e lash gjysmore, më pas do ta lini 24 orë. Atëherë, ky orizi këtu që kam unë, faktikisht unë e kam lënë që mbrëmë. Që dje, më falni, 24 orë, kështu që procedura më përpara për larjen e orizit, pra e bëra për t'ju treguar juve, dhe normale që ta bëj ti live. Atëherë, kjo është procedura 24 orëshe që mund ta përdorni, pra sapo bëra ajo që sapo bëra, çfarë ku është orizi, mund ta kulloni, pra të merrni orizin, unë e kam lënë orizin këtu për 24 orë. Kam dhe procedurën tjetër, do të mbyllim kapakun. Ja, pra. Kam dhe procedurën tjetër që është orizi i zjerja, ku është dhe orizi që unë e kam zjerë, pra. Është nga pjesa e avullit, ka krijuar avull. Ky është orizi që unë kam zjerë, pra njëta procedurë, lahet orizi dhe vendosen një enë për ta zjerë në një tenxhere të vogël, siç e bëj unë. Dhe vendosim pra, marrim ujin, po jo që të zihem shumë pak fare, mund të them rreth 5 minuta deri në 7 minuta, pra 5 me 7, ndoshta 7 mos them që është shumë, po diku te 5-6 minuta mund ta ziheni ujin, pra e marrim dhe e hedhim pra po në një enë qelçi, pra me kapak. Dhe këtë mund ta vendosni në sprucator, pra të dyja mund t'i vendosni në sprucator, dhe mund ta aplikoni në flok, ndani dhe një herë që t'ju shpjegoj rreth gjysmë ore ose një orë, do të shikoni një mrekulli në flok, edhe për ata që nuk përdorin maskat flokut, është shumë e mirë, ose edhe të mos përdorni, është jashtëzakonisht shumë e mirë, tek majat e flokut ka një butësi të jashtëzakonshme. Kështu që kam një javë që e kam filluar, duhet ta përdorni diku tek 4 deri në 5 herë në javë. Është e domosdoshme. Dhe unë do ta vendos dhe kapakun e kësaj, dhe do t'i mbaj, pra do të mbush sprucatorët, kam 2, do të mbush pra njërin që është me orizin e zjerë, dhe tjetrin që e kam me orizi, pra që e kam mbajtur për 24 orë, pra të pazije, pra vetëm ujë. Është një ujë magjik, pra ja ku janë të dyja. Kjo ishte videoja ime për sot dhe do të kemi video të tjera me maska flokësh dhe me maska të fytyrës, gjithashtu edhe me make-up. Dhe mos harroni që të më bëni follow për të më ndiqni në Instagram Elvira Mua.